Finalin e madh të hollit po shënonte pak pas mesnatës, por për Elenën koha dukej se kishte ndalur. Korridoret e gjata të atij hoteli luksoz me 5 yje në zemër të Romës ishin zhytur në një heshtje të rëndë, të prishur vetëm nga tringëllima e lehtë e kovës me ujë dhe zhurma e një trajtshme e leckës që fshinte mermerin e ftohtë. Elena, një grua shqiptare rreth të 50-tave, me duart të ashpërsuara nga puna e rëndë dhe me flokët e kapura thjesht mbrapa, vazhdonte punën e saj pa bërë asnjë zë. Prej 5 vitesh, ajo ishte e para që mbrinte në ndërresën e natës dhe e fundit që largohej. Asnjë nga stafi nuk dinte pothuajse asgjë për jetën e saj private. Për koleget e tjera, ajo ishte thjesht Elena e heshtur, gruaja e paloshme shqiptare që nuk ankohej kurrë, që pranonte orët më të vështira të punës dhe që merrte përsipër punët më të rënda vetëm për të siguruar një rrogë modeste. Ajo mbante gjithmonë një qëndrim të përulur, me sy që reflektonin një mall të thellë të hershëm, por me një dinjitet që nuk e linte ta shfaqte lodhjen apo dhimbjen para të tjerëve. Në ato momente, teksa pastronte mermerin që pasqyronte dritat e çmuara të kristalta të tavanit, mendja e saj fluturonte larg te sakrificat e panumërta që kishte bërë gjatë dekadave të kaluara. Ajo e dinte mirë se çfarë do të thoshte të nisësh çdo gjë nga zeroja, të përballesh me paragjykimet e të huajve dhe të luftosh për çdo kafshat buke. Por askush në atë hotel nuk e imagjinonte dot se pas atij uniformi të thjesht e të vjetruar fshihej një histori krejt tjetër. Pritshmëria e asaj nate ishte e pazakontë. Atmosfera në hotel ishte e tensionuar sepse pronari i vjetër, një vizionar që e kishte drejtuar atë vend me respekt për punëtorët, kishte vendosur t'ja kalonte drejtimin të birit, Markut. Marku ishte një djalosh i ri, i rritur në mes të luksit të tepruar, arrogant dhe i pashpirt, i cili e shihte stafin jo si qenie njerëzore, por si thjesht mjete pune të zëvendësueshme. Ai kishte mbërritur në hotel atë natë i shoqëruar nga një frym tensioni, i vendosur të tregonte autoritetin e tij absolut me çdo kusht. Teksa Elena po lante me kujdes pjesën e fundit të hollit kryesor, hapat e prerë dhe të shpejtë të Markut jehonin në përdysheme. Ai po ecte me kokën ulur te ekrani i telefonit të tij të fundit, i përhumbur në mesazhe biznesi dhe telefonata, pa e pasur mendjen as pak te rruga ku po shkelte. Me çdo hap që i afrohej Elenës, ajri në hol dukej se rëndohej, sikur diçka e pashmangshme po përgatitej të shpërthente në ato minuta të vona të natës. Hapat e rënd të Markut u afruan me shpejtësi te këndi ku Elena po fshinte me përkushtim skajet e mermerit. Me sytë e ngulur në ekranin e telefonit, ai nuk e vuri re kovën me ujë të pisë që Elena e kishte vendosur posaçërisht anash, pran tabelës verdh me sinjalistikën e kujdesit për dyshemene e lagur. Ndërsa po kalonte me nxitim, maja e këpucës së tij të lëmuar e të shtrenjtë u përplas me fuqi në buzën e kovës me ujë. Kofa u përmbys me zhurmë, duke derdhur një pjesë të ujit të zi direkt mbi këpucët dhe përmbi bazamentin e pantallonave të tij me prerje cilësore. Marku u ndal në vend, sikur ta kishte goditur rufeja. Ai e uli shikimin ngadalë drejt këpucëve të tij të spërkatura dhe, në atë sekond, fytyra e tij u shfytyrua nga një inat i çmendur. Syti u skuqën nga tërbimi, ndërsa vizioni i tij për kontroll absolut u cenua nga ajo që ai e konsideronte si paftësi të thjeshtë. "Çfarë ke bërë, moje paft?" u lëriti ai me një zë që e quajt me fuqi në të gjithë hollin e zbrazët, duke bërë që edhe rojet e sigurisë te hyrja kryesore të ngrinin të trembur. "A i sheh këto këpucë? Kushtojnë më shumë se rroga jote e tër vitit, moje mjerë." Elena ngriti kryet e qetë, pa asnjë shenjë paniku në sy, dhe me një zë të ulët e dinjitoz u përpoq të sqaronte. "Më falni, zotëri, por tabela e kujdesit ishte aty. Ju po ecnit duke parë telefonin." Kjo përgjigje e qetë, në vend që ta qetësonte, vetëm sa e mefshoi edhe më shumë egoizmin e Markut. Të dëgjonte një pastruese të thjeshtë i tregonte gabimin e tij. Ishte një fyerje që mendja e tij e fryrë nuk mund ta kapërdinte dot. Ai nxori një varg ofendimesh të rënda e të ulët, duke sulmuar prej ardhjen e saj, punën e saj dhe çdo gjë që ajo përfaqësonte. I verbuar tërësisht nga inati dhe dëshira për të treguar pushtetin e tij para stafit të pranishëm, Marku u ul,
kapricioze me lëvizje të shpejtë. Kapi dorezën e kovës që ende mbante gjysmën e ujit të zi e të papastër dhe e ngriti lart. Pa e zgjatur fare, ai ja derdhi të gjithë përmbajtjen e kovës Elenës direkt mbi krah e mbi krahëror. Uji i ftohtë e i pisti i rodhi mbi flokët e kapura, i lagështoi me të shpejtë uniformën e thjeshtë të punës dhe rodhi në përdyshemen e pastruar pak më parë. Elena mbeti e ngrirë në vend. Ajo nuk bëri asnjë lëvizje për të mbrojtur, as nuk lëshoi ndonjë britm. Thjesht qëndroi e palëvizur me ujin që i pikonte nga mjekra, duke e parë atë me një shikim të thellë, të palëkundur, në të cilin nuk kishte frikë, por vetëm një keqardhje të madhe për vogëlsinë e shpirtit të tij. Je e shkarkuar nga puna, u lëriti Marku, duke hedhur kovën bosh për tokë me një zhurmë shurdhuese. Mblidhi ato rraqet e tua e të mos të shoh më kurrë këtu. Sot do të mësosh se si duhet të respektosh pronarin e këtij vendi. Roja e sigurisë dhe stafi i natës që pan skenën mbetën të shokuar, me gojë hapur e pa aftësi për të ndërhyrë. Elena mori një frymëmarrje të thellë, fshiu me ngadalë ujërat nga sytë e saj. Nuk tha asnjë fjalë të vetme ofenduese, por u kthye me dinjitet të plotë e eci ngadalë drejt domës së zhveshjes, ndërsa Marku largohej duke sharë e duke fshirë këpucët e tij me peceta letre. Mëngjesi i ditës së nesërme e gjeti hotelin në një gjendje me fshehje e tensioni absolut. Drita e diellit që kalonte përmes xhamave të mëdhenj të hollit ndriçonte mermerin ku vetëm pak orë më parë kishte ndodhur poshtërimi. Por asnjë nga punonjësit nuk guxonte të fliste hapur për natën e kaluar. Gjithçka duhej të dukej perfekte, sepse ajo ditë shënonte çastin më kritik në historinë dekadash të atij hoteli luksoz. Babai i Markut, i mbytur nga borxhet e mëdha financiare, keqmenaxhimi dhe investimet e gabuara, e kishte pasur të pamundur ta mbante në këmbë biznesin. Hoteli kishte falimentuar praktike dhe ishte nxjerrë në një ankand ndërkombëtar të mbyllur. Për fatin e tyre të mirë, apo kështu mendonte Marku, një korporat gjigante investimesh kishte ndërhyrë në minutën e fundit. Blerësi misterioz nuk kishte blerë thjesht godinën. Ai kishte shlyer çdo detyrim bankar, kishte paguar të gjitha taksat e prapambetura dhe kishte likuiduar kreditorët më të rrept, duke i shpëtuar nga një falimentim me bujë publike e me pasoja ligjore. Në katin e fundit, në sallën më të madhe të mbledhjeve me pamje panoramike nga qyteti, tavolina e gjatë prej drurit të çmuar ishte mbushur me dosje, kontrata dhe dokumente ligjore. Marku u fut në sallë i veshur me kostumin e tij më të shtrenjtë, me flokët e krehur me kujdes dhe me një ecje plot vetëkënaqësi. Pas atij që ai e quante pastrim të nevojshëm të stafit gjatë natës, sot ndihej më i fuqishëm se kurrë. Në mendjen e tij të fryrë nga egoja, blerësi i ri misterioz do të ishte thjesht një investitor pasiv, ndonjë sheik apo miliardër i huaj që nuk kishte kohë të merrej me punët e përditshme. Marku ishte i bindur se, si djali i ish pronarit, ai do të emërohej automatikisht në pozicionin e drejtorit ekzekutiv, me një pak përallore dhe me kontroll të plot mbi stafin. Në sallë ndodheshin tashmë avokatët më të njohur të qytetit, bankierët dhe përfaqësuesit ligjshëm. Marku u ul në krye të tryezës, mbështeti duart mbi tryezë dhe u kthye nga avokati kryesor i korporatës blerëse. Një burr me kostum gri që mbante në dorë dosjen përfundimtare me vulë të kuqe. Çdo gjë është gati nga ana jon, tha Marku me një ton përkëdhelës e arrogant, duke u orvatur të tregonte autoritet. Kemi nënshkruar të gjitha dokumentet paraprake. Tani presim vetëm zotërin ose zonjën që ka investuar, që të mbyllim procedurën e të fillojmë punën në drejtimin tim. Shpresoj që pronari i ri ta kuptoj se pa përvojën time, ky hotel nuk mund të funksionojë. Avokati kryesor e pa Markun përmes syzeve të tij me një buzëqeshje të lehtë e të ftohtë, pa ja kthyer fjalën. Ai thjesht shfletoi faqen e fundit të kontratës, ku figuronte emri i pronarit të ri të vetëm, një emër që ishte mbajtur sekret me kërkesë të rrept ligjore deri në atë moment të saktë. Marrëveshja është mbyllur plotësisht, zoti Mark, u përgjigje avokati me zë zyrtar e të prerë. Të gjitha borxhet e babait tuaj janë shlyer deri në qindarkën e fundit, por sa i përket drejtimit të hotelit dhe strukturës së re menaxhuese,
Pronari i ri nuk ka nevojë për përvojën tuaj. Ai ka ardhur vetë për të marrë në dorëzim çelësat dhe për të bërë njoftimin e parë zyrtar. Në atë moment, nga korridori u dëgjuan hapat e prerë të rojeve të sigurisë dhe të asistentëve që po shoqëronin pronarin e ri. Marku u ngrit në këmbë, rregulloi kravatën me një buzëqeshje servile në fytyrë dhe u kthye drejt derës, i gatuar për t'i zgjatur dorën miliarderit që besonte se do t'i siguronte të ardhmen. Dera e dyfisht prej drurit të masivizuar u hap ngadalë dhe me një solemnitet të plotë. Në sallën e mbledhjeve hyri një grua që rrezikonte autoritet, fuqi dhe elegancë absolute. Ajo kishte veshur një kostum teje cilësor me ngjyrë të errët, qepur me dorë nga shtëpitë më të njohura të modës, ndërsa mbi krah mbante një pallto kashmiri që i ndiste pamjen. Flokët e saj ishin kapur në një stil teje elegant, e stolisur me bizhuteri modeste, por që vlenin me 10.000 euro. Pas saj ecnin 2 asistent personal dhe shefi i sigurimit ndërkombëtar të korporatës. Marku e mbajti frymën. Ajo fytyrë, ato trajtat e rrepta e të qeta, ato sy me ngjyrë të thellë që mbartnin një forcë të jashtëzakonshme, i dukeshin tmerrsisht të njohura. Ai përplasi syt disa herë rresht, duke fshirë ballin që nisi t'i mbushej me pikla të ftohta djerse. Trupi i tij u mpi nga një dridhje e papritur. Zëri i ngeci në fyt dhe buzëqeshja servile në fytyrën e tij u shndërrua në një maskë tmerri e hutese absolute. Gruaja që po qëndronte përballë tij, miliarderja që kishte bler hotelin, shlyer miliona euro borxhe dhe shpëtuar familjen e tij nga burgu e falimentimi publik, ishte pikërisht Elena. Ajo gruaja shqiptare të cilës vetëm pak orë më parë, në errësirën e hollit, ai i kishte derdhur kovën me ujë të pistë mbi krah. Ajo gruaja që ai e kishte poshtëruar me fjalët më të rënda e të ulta, duke e quajtur të paftë e të mirë dhe duke e dëbuar si të ishte një leckë e vjetër. Elena nuk nxitoi. Ajo eci me hapa të qete të matur drejt kreut të tryezës, duke mos i shkëputur për asnjë sekond syt nga Marku. Shikimi i saj nuk kishte urrejtje, as tërbim. Kishte vetëm një qetësi të ftohtë e shkatëruese, që peshonte më shumë se çdo ulërim. Avokati kryesor u ngrit menjëherë në këmbë, bëri një ulje të lehtë të kokës në shenjë respekti të thellë dhe me një zë të lartë njoftoi të gjithë sallën. Zotërinj, ju prezantoj me zëvendës presidenten e grupit ndërkombëtar të investimeve dhe pronaren e re e të vetme të këtij hoteli, zonjën Elena. Në sallë ra një heshtje shurdhuese. Marku t'i merreshin këmbët, ndërsa duart i dridheshin aq shumë sa u detyrua të mbështetej mbi tryez për të mos u rrëzuar për tokë. Të gjitha pyetjet, dyshimet dhe mosbesimi po i zjenin në kokë. Si ishte e mundur? Si mund të ishte një pastruese e thjeshtë nga Shqipëria pronarja e kësaj perandorie? Asistenti i Elenës e nxori menjëherë nga dyshimi, duke hapur një dosje me rëndësi të veçantë. Dekada më parë, pasi kishte ikur nga Shqipëria në kushte teje të vështira, Elena kishte ndërtuar hap pas hapi me punë të ndershme, mençuri dhe përkushtim një rrjet gjigant biznesesh e sipërmarrjesh nëpër Evropë. Ajo ishte bërë një nga femrat më të fuqishme e më të pasura në botën e biznesit. Por sepse kishte qenë mike e hershme babait të Markut dhe donte të kuptonte, sepse ky hotel po shkonte drejt rënimit, ajo kishte vendosur të hynte aty inkognito. Për muaj me radhë, ajo kishte veshur uniformën e thjeshtë të pastrueses, duke punuar orë të tëra në prapasken pa e ditur askush. Ajo donte të shihte me sytë e saj realityn e hotelit, se si menaxhohej biznesi, si trajtoheshin punonjësit e thjeshtë dhe nëse djali i mikut të saj të vjetër kishte brumin e duhur për ta drejtuar atë vend. Dhe mbrëm, me atë kofë me ujë të pisë që ai ia derdhi mbi krye, Marku i kishte dhënë përgjigjen më të qartë e më shkatëruese për veten e tij. Elena eci me ngadalë drejt karriges kryesore në krye të tryezës masive, hoqi pallton e kashmirit dhe u ul me një qetësi absolutisht përthithse. Të gjithë të pranishmit në sallë, avokatët, bankierët dhe përfaqësuesit e bordit, ndiqnin çdo lëvizje të saj në heshtje të plotë. Vetëm Marku mbeti në këmbë, i palëvizur, i zbehur në fytyrë si një kufom dhe me djersët e ftohta që i pikonin nga balli mbi këmishën e tij të shtrenjtë. Zoti Mark, nisi Elena me një zë të ulët, të pastër e të prerë,
që jehoj në të gjithë sallën luksoze. Mbrëm, teksa fshia mermerin e hollit që ti e konsideron të tuajin, më the se këpucët e tua kushtonin më shumë se rroga ime e tër vitit. Më the se isha një e paaftë, një e mirë që nuk meritonte as t'i fliste pronarit të këtij vendi. Marku hapi gojën për të thënë diçka, por fjalët i ngecën përsëri në fyt. Gjunjët nuk po e mbanin më. Me një lëvizje të dëshpëruar, ai u rrëzua në gjunjë me trupin që i dridhej nga tmerri dhe turpi, duke i shtrënguar duart në shenjë lutjeje para të gjithëve. Ju lutem, zonja Elena, më pardonit, thëriti ai me zërin që i dridhej nga lotët që i shpërthyen papritur. Nuk e dija. Betohem që nuk e dija kush ishit. Ishte një gabimi imi, një moment i nati. Po të kisha ditur se ishit ju, nuk do ta kisha bërë kurrë atë gjest. Ju lutem, mos ma merrni hotelin, mos e shkatërroni familjen time. Elena e pa drejt në sy. Në vështrimin e saj, nuk kishte asnjë grimc hakmarrjeje apo kënaqësie nga poshtërimi i tij. Kishte vetëm një zhgënjim të thellë njerëzor. Pikërisht aty qëndron mjerimi yt më i madh. Mark, u përgjigj ajo me një qetësi që e goditi atë më fort se çdo shuplak. Ti kërkon falje vetëm sepse zbulove se unë jam milionere. Ti pendohesh sepse sot unë kam në dorë fatin tënd financiar, jo sepse mbrëm poshtërove një qenie njerëzore. Po të kisha qenë vërtet një pastruese e thjesht shqiptare pa para e pa pushtet, ti sot do të zgjoheshe i kënaqur me vetveten, duke menduar se shkelove një njeri pa asnjë pasojë. Ajo hapi dosjen kryesore që i zgjodhi asistenti, nxori stilografin me maj ari dhe vendosi firmën e saj përfundimtare në faqen e fundit të kontratës së blerjes. Prej këtij sekondi, vazhdoi Elena duke ngritur syt nga dokumentet. Ky hotel është pronë e imja e plot, dhe vendimi im i parë si pronare e vetme është shkarkimi yt i menjëhershëm nga çdo pozicion, çdo detyrë dhe çdo e drejtë në këtë ndërtesë. Nuk do të kesh asnjë zyrë këtu, asnjë pagë dhe asnjë të drejtë vendimmarrjeje. Ti ke kohë saktësisht 10 minuta për të mbledhur gjërat e tua personale nga zyra e për t'u larguar nga kjo godinë. Marku shpërtheu në ngashërim, duke u përpjekur të afrohej drejt saj mbi gjunjë. Po unë, çfarë do të bëj tani? Nuk di të bëj asgjë tjetër. Më jepni një shans të dytë, qoftë edhe pozicionin më të ulët. Elena u ngrit në këmbë, veshi pallton e saj të kashmirit dhe e pa nga lart me dinjitet. Nëse vërtet do një shans të dytë për t'u bërë njeri, përgjigjja ime është po, tha ajo me zë të prerë. Nëse ndonjëherë do të mësosh se çfarë do të thotë punë ndershme, se si fitohet buka e gojës dhe se si respektohet djersa e tjetrit, dera e këtij hoteli do të jetë e hapur për ty, por vetëm për të aplikuar si pastruesi ndërresës së natës. Ndoshta atëherë, kur të kesh një kofë e një leck në dorë, do të kuptosh se vlefshmëria e një njeriu nuk matet me çmimin e këpucëve të tij, por me madhështinë e shpirtit. Pa pritur asnjë përgjigje tjetër, Elena u kthye nga asistenti i saj, dha udhëzimet e para për rritjen e menjëhershme të pagave të gjithë stafit mbështetës së pastruesve të hotelit, dhe doli nga salla me hapa të sigurt, duke lënë pas një burr të thyer që mësoi në mënyrën më të dhimbshme mësimin më të madh të jetës së tij.